kënaqësi që takohemi prapë me disa prej jush edhe që shoh disa fytyra për herë të parë. Dua t'ju them që në fillim që jeni të gjithë mirëpritur, edhe në takimet e ardhshme, edhe në këtë, ky është një takim i hapur edhe pa kushte, po themi që dikush duhet të përmbushim. Këtë muaj ne kemi për të folur për verbëritë të Jose Saramagos. Nëse mund të them dy fjalë rreth librit që ju që keni lexuar natyrisht do ta kuptoni kollaj. Janë që libri shkruajtur në vitin 1995. Në vitin 1998 Saramago, shkrimtari portugez, vlerësohet me çmimin Nobel. Njëri ndër veprat që citohet në motivacionin që jep Akademia për çmimin Nobel është pikërisht verbëritë e Saramagos, ku në një roman distopik, një mëngjes të zakonshëm në rrugët e Lisbonës, po mendoj, se qyteti nuk vendoset, po duke menduar që ai është portugez, vjen kjo verbëria e bardhë, e cila zën në fillim atë që ne e njohim si verbri i parë gjatë librit, që kërkon ndihmë sepse s'mund të lëviz makinën nga vendi dhe pastaj nis e gjithë aventura e pafate e këtyre njerëzve, me hajdutin e makinës, me oftalmologun, vizitën në klinikë të verbrit të parë, infektimin e pacientëve që ishin në klinikë atje dhe epidemia që përhapet në gjithë qytetin edhe mbyllja në ish çmendinën që shërben si burg për këtë. E aty pastaj fillon, kur ti mendojnë që këtu kanë, domethënë, marrë një formë vuajtjet, ato marrin një formë tjetër e thellohet gjithmonë kjo gjëja që bëhet gjithmonë me e keqe, bien rregullat, bie morali, bie funksioni, qeveria, shteti, edhe mbi të gjitha marrëdhënia njerëzore rrëzohet. Tani secili mund të marrë nga libri, kam përshtypjen, diçka tjetër, të lexoj diçka tjetër, po unë doja t'ju jepja fillimisht fjalën juve për ta përshkruar se si ju ka folur ju, çfarë ju ka thënë juve kjo metaforë e një verbërie kolektive që mund ndodhi. Kush do më japë një përshtypje? Se po thëna. Ua kjo verbëria e këtyre personazheve në fakt më tut si një heqje e perdes e shoqërisë reale. Pra sikur kishte rrëzuar atë perdes që ne si shoqëri të gjithë duke vendosur norma, rregulla, dikush ndoshta edhe atë perden apo fasadën apo kështjellën personale. Dhe i kanë nxjerrë të gjithë nga kjo perdja që ndonjëherë mbulon dhe të vërtetë. Edhe aty dilin të gjitha, jo vetëm emocionet, por e të brendshmja e secilit, si e mendimit, edhe e emocionit apo e ndjenjes. Dhe më së shumti të bënte përshtypje fakti që autori kishte ndërmuar shumë për të nxjerrë të keqen nga secili. Pra atë që e fshehin më shumë, sepse secili nga ne, pak me shpendimin personal, mundohet më shumë ta tërheqë atë, qoftë mendimin e keq apo qoftë një ligë të ligësit. Tu s'kishte nga kufinin, i janë nxorri të gjithëve të ligën dhe ti prisje që në një moment kjo keqja apo ligësia do mbaroj kaq, nuk ka ku shkon më. Vite një më e ligë nga një më i ligë. Dhe kjo është domethënë heqja, rrësimi i kësaj perdes edhe nxjerrja e së vërtetës ishte shumë e fortë. Pak të mua më dha këtë përshtypje. Dhe në patë se çfarë mund të bëjë njeriu në kushte mbijetese, pra kur i rrezikohet ekzistenca. Se ato të gjithë, domethënë punë përpara dignitetit, punë mbijetesën, punë ushqimin. Se ky personazh aty lanë gratë, domethënë të bënë çfarë bën dhe për ta ushqimi si thua, ose dhe vetë ato shkuan domethënë në ato ekstreme përpara domethënë dorëzuan dignitetin e tyre përpara mbijetesës. Besoj që kjo lufta për ekzistencë shihet qartë edhe në shoqërinë tonë, domethënë që njerëzit shpesh bëjnë lloj marrëveshje shpëtista ose për të arritur diçka, edhe pse ndoshta nuk i kërcënohet mbijetesa sa në ato kushte. Edhe thjesht tregon që deri në limite mund të arrijë njeriu. Për çfarë mendoni se ishte metaforë? Kjo është pyetja që kam. Verbëria është metaforë për një gjë. Çfarë mendoni se mund të jetë
kam përshtypjen se s'ishte thjesht për një gjë. Ishte shumë dimensionale verbëria. Pra ishte verbëria e shoqërisë. Ajo kam përshtypjen prandaj ishte verbëri e bardhë. Se ajo dek shumë qartë në momentin që aty shkojnë të verbrit real, pra ata që janë vërtet të verbër të zinj në thonjca, për në sensin që janë të verbuar dhe nuk shohin realisht. Edhe pa dashur ata u kthyen në mbretër vetëm se kishin atë eksperiencën që dilën silleshin. Dhe aty metafora e verbërisë ishte nga gjitha dhe ajo që mua më bënte përshtypje ishte nga fillim unë s'kam arritur deri në fund, po jam si më thënë drejt fundit. Nuk është ndjenja e besimit, e përcjell nga askush aty. Edhe kam përshtypjen që ishin të verbur në shpirt. Po gruaja e doktorit. Se ishte çuja. Gruaja e mirë që s'u verbuar. Nisha. Ajo është karakter. Ajo mendoj është protagonistja e gjithë gjës, po. Po ajo ishte e mirë. Po. Edhe kam përshtypjen që mirësia tash në verbohet. Kur the që asnjë nga ty, po kishte edhe plaku me syrin e fashuar, për shembull. U verbua më fort. Ruan sa norma, domethënë njerëzit likun. Është një formë shpresë, në një situatë të tillë që shkon në një kaos, në një verbëri totale, gjendet gjithmonë një person se ka një shpresë për një ndryshuar gjë. Kurse ajo verbëria më pëlqeu shumë që thonë që ka bërë të bardhë, jo verbëri të zezë, ne realisht shohim si proces, por nuk i shohim gjërat ashtu siç janë. Eksakt. Unë mendoj që aty ka diçka, nuk është kodër. Po, ma është për çështje tjerash. Edhe domethënë nëse sot je në realitetin shqiptar, dhe jo vetëm, ti gjen shumë njerëz që le të themi nuk janë kaq të zhvilluar nga ana intelektuale, si s'dua të përdor një fjalë që s'janë të zhvilluar. Edhe ndër këta njerëz, ka pak njerëz të cilët janë të edukuar nga vlera ose janë të arsinuar dhe të cilët përpiqen që të bëjnë diçka ndryshe. Dhe gjejnë veten të kapur në një lloj laku sepse nuk i lejojnë këta lloj njerëzish të tillë. Që në farë mënyrë mund ta shohim edhe në kuptimin e alegorik të verbërisë. Pra ne shumë shpesh jemi të tërhequr nga vizualja, nga ajo që shohim të çdo personi. Lidhim perceptimin tonë për çdo kënd me atë që ne shohim nga pamja jashtme dhe mendohet që në momentin që ne nuk e kemi më të shis, do na zhvillohen shisat e tjera dhe ne do jemi të aftë të shohim më thellë brenda vetes dhe të ndërgjegjësohemi për atë që kemi në shpirt. Dhe ajo që ndoshta verbëria do ndesh të nxjerrte me këtë është që në momentin që ne zhytemi brenda në thellësinë tonë, do të nxjerrim ato të mirat që mendohet që do shfaq njeriu në mungesë të aspekteve të tjera, ai shfaq anën e tij më të errët, sepse aty ai në të vërtetë i bie një nga masat e veta, nuk ka më çfarë të fshehë, ai mendon që në momentin që ai nuk e sheh më botën, edhe bota nuk e sheh më atë. Edhe ai ekspozohet në natyrën e tij të vërtetë që fatkeqësisht në këtë rast është natyra e tij dhe pjesa e tij më e errët. Se aty edhe një person që mund të kishte një karakter solid, gradualisht degradonte në kalimin e historisë. Ne shohim që ata gjithë personazhet gradualisht transformohen nga gjithë kjo. Njeriu është pasojë rrethana në fund. Sa? Doja të bashkuar dhe mund unë gruan e mjekut, fakti që ajo nuk u verbërua, madje ishte edhe shumë kureshte. Bështonte atë jetën për ta çuar librin sa më parë deri në fund, por unë mendoj që e thatë edhe jo. Ajo ka qenë për mua një simbol i një personi që ka pasur empatinë shumë të zhvilluar, sepse në një moment ajo Funja ajo shikonte dhe mund të ishte vetëm mbështetje dhe ndihmë se këtë për bashkëshortin e saj. Por në vend të kësaj e zgjodhi që të ndihmonte të gjithë grupin. Dhe unë kështu e shikoj verbërinë në këtë rast. Gruaja ka qenë simbol i empatisë. Unë mendoj që ajo që përfaqëson të njerëzishmen, me gjërat që ajo bën, ne vetëm që ndihmon, ajo sakrifikohet kur shkon atje, shkon për qef, domethënë, po jep nga trupi i saj që të ushqejë këta të tjerë dhe ajo bardhë vetëm që bën sakrifica, me sa mbajmë në libër, është kjo, domethënë. Është dhe vajza me syze të errta që kujdeset për djalin, dhe kur ti shikon elementet të kujdesit për njeriu nga njeriu, janë të vetmet që mbajnë ca fije, po themi Shpresë. Po shpresë, po edhe me të kaluar me normalen e njeriu, domethënë, se gjithçka tjetër pasaj, se mos nga burrat, përfundon në një kaos total, në një kthim kokë poshtë. Aty të kjo pjesa që më bëri çudi si metaforë ishte fakti që verbëria ishte e bardhë.
Ndërsa kur pyet një verbër, ai nuk sheh fare, nuk sheh. Ne fakti që po shef një errësirë plot. Fakti që këto shifshin dritë bar, e shikojnë në rastin që është një jo verbëria fizike që na është perceptuar se si funksionon verbëria, por fakti që humbin ato kuptimet e njeriu në mënyrën jetesës përditshme morale të rregullt udhëheqjes dhe ne na prezantohet diçka që ne shohim por nuk kuptojmë. Atë që shikojmë. Dhe fakti që gruaja shikon, e mendoj si një objekt shprese në gjithë pavarësisht se këto gjithë ky grup komuniteti, gjithë qyteti është zhytur në këtë epidemi, ka një formë shprese që mund shpëtohet. Dhe atë shikoj si kjo, edhe rolin e përgjegjësisë, si ajo merr kujdeset. Domthonë kur shikon kaosin që gjithë njerëzit zhvishen nga natyra njerëzore për shkak të mbijetesës, dhe të kjo shikon deri në fund rolin e përgjegjësisë, ndjeshmërisë morale që kjo e ruan deri në fund. Nëse një thret diçka për këtë gruan e mjekut, jo vetëm interesante që jam dakord me gjitha këto që folim si simbole shpresës e tjera, por fakti që ajo nuk e tregon që shikon, sepse mendova në një moment liber, po kjo pse nuk tek përpara dhe u thotë që unë shikoj, më ndiqni udhëzimet e mia, mos u bëni një çorbe madhe këtu. Por kjo tregon një lloj empatie në nivel shumë lart, një përullësi. Sepse ndoshta ajo nuk donte që të tjerët të zhyteshin në thellan të hitërimit, që kjo po shikon, nuk po Është shikon. edhe frikë, se thoshte aty që mos i ngarkonin punët të tjera. Se mos e shfrytëzon. Ajo kishte frikë mos shfrytëzimi aty. Në një moment Kishte dua që guximin. ta Ajo kishte guximin ta bënte, ishte i shoqja, ishte se lejonte ta bënte të gjën duke i dhënë justifikim që tjerët do. Bëri me grupin e Ajo- vogël kur Ajo e bëri, pra kur e pa vërtetën e nevojshme nuk e pyeti më as të shoqin. Jo, ajo që mua më bëri përshtypje ishte fakti që ajo kishte burrin mjek specialist të syve. Dhe në asnjë moment ai si mjek nuk u shqetësuar, pra u shqetësuar shkonte të lexonte ato librat një natë para se të verbojë dhe ta gjente zgjidhjen shkencërisht, edhe pse u bin që si ishte një problem që mund zgjidhej shkencërisht, sepse ai kishte vizituar pacientët që shfaqen simptomat e para dhe ai tha që fizikisht kjo gjë nuk ekziston. Dhe është e pamundur dhe në konsultën me shokun e tij që ishte po mjek specialist në syve. Dhe si ka mundësi që ai në asnjëherë nuk ngriti pyetjen që të gjithë u verbuan dhe vetëm i më shoh që nuk është e verbër, sepse nuk e mendoj asnjëherë që kjo nuk është një verbëri fizike, por është shpirtërore. Dhe vetëm ajo e kishte forcën për të mos u verbuar. vetëm që kur Se kërkonin ilaçin, ajo ishte e di, por kur ata u mbyllën në çmendim, akoma kishte njerëz që shikonin. Jo të gjithë ishin verbuar, që të marrën një pjesë ishin edhe tek pavioni. Kështu që ajo mund të ishte edhe fakti që atë ndoshta do ta zër më me vonesi që disa i zinte pak më bravo. Shiko, unë kam disa pika që dojnë t'i rahim. Sa i përket kësaj metaforës, domethënë, si e shikoj, është që ka një shprehje që thotë që njeriu sillet me të vërtetë atëherë kur mendon se askush nuk po e sheh. Më kur jemi në vetmin ton, shfaqim veten tonë të vërtetë. Dhe kjo ishte një rast ku askush nuk shikonte askënd. Dhe ti mund të bëje gjëra Ishte operti, po. Dhe mendoj që ai bën këtë gjë sepse në disa vargje aty ka një moment që dikush thotë ne nuk u bën të verbër, ne jemi të verbër. Edhe ai ndoshta qasja që unë mendoj mund të jetë një nga gjërat është që ai është duke thënë autori që ne jemi vazhdimisht të verbër. Jemi të verbër ndaj përdhunimit, jemi të verbër ndaj mashtrimit, ndaj graditjes, ndaj dhunimit të tjetrit, ndaj pislikut, ndaj imoralitetit, vrasjes, vjedhjes së makinës në këtë rast. Do këto gjëra ndodhin dhe ne jemi të verbër ndaj tyre, aq kohë sa ato nuk na prekin ne. Dhe ne nuk i shohim. Ose bëjmë sikur nuk i shohim këto gjëra. Dhe pyetja është tani që vërtet nuk i shohim, edhe këto shpërthejnë, fillojnë të ndodhin, është verbëria që na bën të vjedhim e të vrasim apo të përdunojmë, apo kur vrasim, kur përdunojmë, kur vjedhim, do të thotë se jemi të verbër. Dhe nuk shohim një gujt, një dritë dhe i bëjmë këto veprime në verbëri. Në verbëri morale në këtë rast, vjedhim, vrasim, godasim atë tjetrin se themi punë e madhe, kush po na sheh? Askush s'po na sheh. Nuk ka një gjykatës, nuk ka një dhe mendoj që ai e bën çik të lojë. Domethënë që
sa për këtyre gjërave ndodhin çdo ditë, se nuk është se ndodhen vetëm në atë periudhën e verbërisë aty në Shmëndim. Këto gjëra ndodhin çdo ditë në lagjet, në pallatet, në fshatrat ku ne jetojmë. Dhe nuk ka ndonjë klithm siç ka romani, domethënë që hey, një sekondë, se kjo është Zgjedhim ne të jemi të verbër në atë rast, se mbyllim. eksakt, ne mbyllim syt ndaj Fakt ishte marrë një skena të jetës së vetë. Dishme dhe i kishte vënë një skenë të madhe që ishte ajo Shmëndina. ai amplifikon të gjitha këto në një duke i kondensuar në një vend të gjitha njëherësh. Ç'a mendon? Mendoj që njeriu pa pjesën njerëzore është automatikisht pa një formë kontrolli, kalon në pjesën instiktive. Te pjesa instiktive referohen vjedhjes, vrasjes, pra atij veprimi që ti nuk ke ndërgjegje. Edhe mendoj do ta shikoja edhe kështu këtë formë. Pra, nëse një individ nuk ka dashuri, zëvendës për të tjerët, pra nuk e shikon, nuk e ve veten tek pozicioni i tjetrit, automatikisht ai bëhet i ftohtë në zemër, në mendje, i pandjeshëm. Kështu që do të kaloj te kjo pjesa. Se mua mblitet pak edhe kur shoh që gjithë përpjekja e këtyre njerëzve të verbuar, të gjithëve, është për ushqim, për veshmbathje, domethënë për stre, për ujë, për seks, për ata që ishin aty ta burrat e kopshëm, siç i quajnë koptarët në këtë rast. Edhe kjo është në fakt jeta e shumë njerëzve sot. Ti del për të ngrënë, po jo thjesht për të ngrënë një çap bukë, po për ngrënë atë gjën e shtrenjtë, atë restorantin e shtrenjtë, atë verën e shtrenjtë, apo nuk se çfarë. Po instinktet janë bazë, janë të njëjtat, siç kërkonin këta, domethënë një lloj bijetese, mos të parit e gjërave të një natyre tjetër apo të një, ku diun, thellësie tjetër, vetëm bukë, seks, rroba, edhe ngrohtë, domethënë që mund të kemi. E mendoj që kjo është në thonjza edhe një lloj kritike që autori i çon aty që Thjesht kemi rafinuar instinktet Po, tona, nuk jemi shumë nga aq të përbuajshëm se janë katandisur këta, por në fakt jemi në një farë mënyrë nëse e gjitha përmpitet në këto pak nevoja. Po një tjetër për shembull temë. Ishte dhe një personazh shumë të sakrifikuar, gruaja që doqë ato kërvatet, Me çakmaku. me çakmak, po. Diqe dhe vetë. Ai mund quhet një lloj vetë sakrifikimi për të mirën e përbashkët, ose në të paktat raste ku u tregua një lloj digniteti. Këto ishin pra drica të vogla që autori u ka. Më përndet më shumë të ishte reagimi i meshkujve në momentin që u kërkuan femrat nga të kopshtit. Domethënë, jo reagimi, mos reagimi i tyre. Domethënë pranimi i tyre vetëm për të ngrënë të flijoheshin apo të jepeshin femrat edhe ndenja e tyre pasive dhe okay, shkoni ju se nesër ne do ham, domethënë mos reagimi i tyre ishte shumë tronditës. Domethënë sakrifica e femrave shkonte deri në flijimin e tyre të vetes deri në fund dhe mos reagimi i tyre ishte, domethënë, ishte rënqetës. Është një rast kur reagon burri ai mjeku për gruan e vet, për gruaja ai thotë që jo se është duhet bërë, sot vetë. Ai pranoi. Ishte pacienti grua i vetë aty dhe bëri vetë një tentativë. Shkon në fazën e Po, së Ne po pres reagimin nga burrat. mos reagimi me shumë ishte një fysh. Jo, mos Ishte pak i çuditshëm se mjeku duhej nga këto patët njerëz racionale aty brenda dhe po ai doli domethënë ato kuadratet. Po për ndarjen ne dhe ata. Se ndodhe kjo. Me që në fillim janë të ndarjet që fjetorja e 1, fjetorja e 2, krau i djathtë, krau i majt, të kopshmit, ata që shohin akoma dhe ata që shohin fare. Lufta për territor është primitive sa vetjeta edhe ishte lufta për territor edhe Ishte dhe nevojë për organizim. fryma e grupit, sa dasërsë, okay, fjetorja e parë kishte një frymë grupi, pra arritën, po kam përshtypjen që ishte grymikut ai që ruante aty edhe ai datu me një fashë syç, që ruajtën frymën e grupit, që është e vërteta. Ndoshta ne di më shumë për ata sepse ata ishin, si më thënë, të përshkruar gjithkohën. Po lufta për territor ishte kudo në secilën. Ligjin e fortit.
të ndarjen thot pak në fillim është një pjesë që diskuton ministri me atë punonjësin se ku do t'i vendosin në çmendim. E thotë po personet që do infektohen, thonë ai nuk ka nevojë fare sepse që në momentin që personat që nuk janë të verbër, por verbohen, pjesa tjetër do t'i nxjerrë me një herë jashtë, do t'i përzërë domethënë në një farë mënyre. Si ishte edhe grupi i parë që shkoi që i kishin nxjerrë direkt pa marrë plaçkan vetë pa asgjë. Tregon gjën e parë që humbasin humanizmin në atë moment dhe tentojnë vetëm të mbijetojnë vetë. Se këtë ne dhe ata ne hasim vazhdimisht. Në besim të bëjmë ndarje, përgjithsisht. Domethënë, ndarja se koncept i përgjithshëm, ndoshta ajo vetëm i parë në background-in e librit. Domethënë, në çdo bashkësi, në çdo vend, ndonjëherë në familje, ndasia, pabarazia janë shumë pranë në shënjetën tonë përditshme. Se këtë mendoj që Saramago i ka marrë këto, edhe i ka vendosur i ka ngritur një skenë, po themi po, për t'i rrahur, si thua, si ide. Jo vetëm për t'i rrahur në kuptimin e të menduar, por edhe për t'i goditur si fenomen. Kjo ndarësia që ndodh aty, që është krijohet menjëherë armiqësi, domethënë në grupin se është ta marrim ne ushqimin edhe kur pa dalë ta në skenë të kopshmit që vinë më vonë, po është ideja që kush i numëron, sa i numëron, ata marrin më shumë, ne na lëm pa gjë. Në gjithë kjo gjëja është çfarë ndodh sot në botë. I shikoni për shembull luftën tregtare që po ndodh tani, tarifat merr ti e marr unë, kush e ka ne jemi dominantët, ne jemi më të fortët, ne ju blejmë juve, ju s'keni para, ne do ju shtrydhim, do ju ngordhim, domethënë është e dëgjon një herë edhe thua çfarë kërkojnë. Çfarë ka që cila është kjo pangopsia e madhe, kjo uria e madhe kur jemi relativisht mirë, po themi në kështu, por nuk e shikojmë veten si një planet që është një top i vogël në galaksi, domethënë kështu, edhe se thonë është ky efekti i atyre që kanë dalë jashtë rruzullit, ta astronautëve, ato që kur shikon tokën nga larg, dhe të krijohet një ajo ideja e njësisë, domethënë që është njerëzimi, gjithë planet, po fut atë gjithë krijimin, po duash, edhe kafshët, edhe natyrën, e gjithë ato gjëra, që ne kur zbresim poshtë, pastaj janë gjithë me thika me njëri tjetrin, kush nga larg është edhe qetësi, është paqe, është thua pse s'mund të ketë më shumë paqe ose kohezion apo çfarë tjetër i ka Moshargimi institucional. Moshargimi institucional, aty indiferenca më sa. Indiferenca institucionale ishte thash, okay, që ka një zyrë si tona. Si Shqipëri. Ishte kështu. Portugalia e viteve 90. Okej, po domethënë ai mos reagimi edhe mos aftësia e tyre për të menaxhuar situatën. Do thosha më shumë kushtet mizerabël në të cilat i lanë ata për u çuar në fillim. Se pastaj doli situata në kontroll, okay, po ishte shumë më e tmerrshme kur i lexon. Është të mëshme. Edhe pse ai arrin që ta përshkruajnë në mënyrë të tillë që të bëjë të përfiturosh thjesht në vendin e dikujt që nuk sheh, edhe s'di ku të gjej ushqimin, ku të gjej banjën, ku të gjej, domethënë minimumin e po themi të qenit njerëj, domethënë se s'ka sa ai e përmend aty thotë. Ta të verbër nuk janë se ata deri dikur që kishte kush i merrte nga dora dhe i çonte të kalonte rrugën, tash kur janë të gjithë verbër është do të thotë që në një muaj po mendoj unë kështu e kam përfituar, se ata kaluan një muaj në çmendim para se të hapej porta që dolën. Qytetërimi ra. Po çfarë shkaktoi? Përveç verbërisë, po themi kështu. Se na ndihmon të kuptojmë domethënë çfarë mund ta shpërbëjë një shoqëri drejt kaosi. Kaosi. Vogël se ishin meskin. Domethënë ishin kaq i ka zvogluar kaq shumë si njerëz pra njerëzorën, gati nuk e shikoje më njerëzorën. Kjo ishte, ata humbën synimin, humbën qëllimin, humbën njerëzillëkun, humbën mirësinë. Shikoja asgjë nga këto empatin, humbën të gjitha, ata humbën, kaluan vetëm te instikti, humbi emocion, humbi shpirtërorja, humbi psikologjika. Domethënë ti shikoje vetëm atë meskinë që vetëm zvogloi, pra kishte vënë një dylbi që i kalonte në regresion, kaloi në regres e gjitha. Është shumë shpejt.
Fokusin e vetja, duhet fokusohesh patjetër te vetja për mbi jetuar, dhe secili që mendon vetët, vetëm për vetë bën makina fokus. Varo kujdesin për tjerën. Të menduar për tjerën. Kishte. Se këtu fillojnë në të madhe. Nuk e kam lexuar librin komplet, se jam në 6-7 faqet e para. Nuk arrita ta lexoj komplet, për këtë herë do këtu e përgatitur, por mendoj që me aq sa kam lexuar, kam kuptuar atë që në këtë verbërinë e bardhë tregohet më shumë egoja e secilit. Mendoj që ajo dominon sepse gruaja e doktorit që nuk bëre verbër kishte këtë karakteristikë, ishte empatike, ishte E dhënë, po. Domethënë egoja e saj ishte shumë më e vogël në krahasim me të tjerët, ndërsa dhe ishte interesante fakti që edhe i verbri, ai që u verbua i pari, gruaja e tij nuk u verbua. Kjo më bëri përshtypje, gjë e parë që më goditi ishte kjo, ashtu siç nuk u verbua edhe gruaja e doktorit, por ajo vazhdon të jetë personazh në libër, ndërkohë që gruaja të verbit parë nuk përmendet më fare, por Është verbua fort. S'kam parë, Jo, verbohet edhe ajo që ka bishë. për ndërmjet. Mos e kam arritur atë në atë moment, por mendoj që në atë si thuash dialogun që bënte secili me vetën e vet, në momentin që u verbuan, tregoi domethënë elemente të egës tyre. I verbri i parë domethënë tregoi atë momentin që kur Hajduti po e ndihmonte, ndërkohë që ky nuk e dinte që ishte Hajdut, por kishte atë mosbesimin që mos të bën diçka të keqe. Ose Hajduti që mendonte kur u verbua si ti më bëre të keq kur bën atë dialogun kur u futën në çmendi ke ajo që bën ti e ke fajin se më ashtu, domethënë ja gjithmonë Infektove. dominonte egoja. Por dhe doktori vet, edhe pse është shumë e kamufluar mendoj unë, ka një element ego, sepse në momentin që u verbua vet, edhe pse ai kishte punuar tërë jetën me njerëz që kishin probleme me verbërinë, ai kuptoi aty që nuk kishte pasur një lloj empatie për ata pacientët e tij. I mungon kishte një mungesë empatie tek ndaj pacientëve të tij. Prandaj mendoj që Si ironike kur verbohet një doktor sysh. egoja njerëzore, domethënë dilte në këtë Po, bëri përshtypje te fakti që qenë nuk ishin verbuar. Dhe them qenë, jo vetëm për atë qenin që gjetën më vonë ato, se e tregona kur kam pushto qeset me ushqime që gjetin në market që qenë ishin bërë grupe, do qenë nuk ishin verbuar. Se qenë më mungon kjo egoja njerëzore. Nuk kanë këtë pasionin për të grumbulluar gjëra, kështu kanë ato janë më të qetë, më të pastër kështu. Dhe ai Saramago më herët në roman përdor një që unë se shënova, po ka një pjesë aty ku thotë që njerëzit tani nuk po e pyesin njëri tjetrin për emrin. Është si puna e qenëve, thoshte që kur takohen dy qenë, thjesht i marrin erë njëri tjetrit dhe kaq mjafton, ka titull, e ka son. Domethënë që ti kush jam unë, jam Blendi Sala, gazetar, Ato ishin zhveshur, po, edhe më pëlqen shumë nga ana letrare, nuk është i vetë, se kjo ka ndodhur, që ai nuk u jep emra personazheve. Asnjë personazh nuk ka emërsh. Mjeku, gruaja e mjekut, po, vajza me syzet e errta, djaloshi bëngrosh. Domethënë, edhe nga ana letrare është mendoj shumë e gjetur, po. Identifikojnë dhe ata vetë, se ata vetë nuk Pa parë. Unë Edhe rëndësia e emrit, domethënë është ikën. Është çfarë mbetet pastaj pa ofiqet, pa pushtetin, pa tash shoferin që të merr të çon të bën, pa forcën fizike që mund të kesh e përsin. E thot diku pastaj aty tek ai kopshmi më atë momentin pasi e vrau gruaja mjekut, edhe llogaritari e mori po themi atë pistoletin dhe thot nuk të bën mbret skeptër. Pra ai e thot. Po, atë kam nënvizuar. Po ajo që u vura re pastaj ishte edhe humbja e lidhjes. Pra kjo si shoqëri humbi lidhjen me njëri tjetrin. Pra ata ishin fillikat, secili edhe mendonte dhe vepronte edhe synonte si i vetëm. Pra humbi lidhja, humbi bashkësia, humbi grupi, humbi e përbashkëta, lufta dhe vetëm kjo gruaja mjekut arrinte që ta krijonte atë lidhje në grupin e saj të vogël.
humbja e lidhjes pastaj në shoqëri. Që do të thotë më të thoshe dikush që mjafton një njeri, domethënë për të krijuar një lëvizje, po e quaj. Po nëse do rëmonim për humanizëm, për vlera të mira në libër. Ka momente për shembull që ju pëlqejnë, që ju duken që ka Ajo vajza me syze të errta që nuk do të shohë kur fëmijë. Dhe hoqit bukën nga vetja racionit. njëri në hoqë qafa ajo me një tramë të pakës. Ati një ja bëri, ja, jetë shumë dakord. Aty meriton. Se ajo ishte tek e shumë e dhimbshme. Shpërbrëmi që Bën 909 për atë fëmijë dhe kjo ishte ishte e bukur shumë. Ai mendoj se kur ndodhi ajo vdekja e parë, atje ai tutit mori një kthesë librit. Mua më kapi off guard, unë nuk e prisa që do vdiste më thënë drejtën. Tash po ky, ç'a patë? Ka shpejt, po, sa unë. Si ndodhi ajo, pastaj e morëm kështu të gjithë. Po ajo e bën është një pikë kulminante e librit. Thar aty nis ajo veprimi, ajo arina e madhe që ne si lexues e shikojmë ç'a po ndodh. Po kjo bëja me të vërtetë kishte një nuancë shumë madhe humaniste. Se ai bën disa, domethënë forca e librit që e ndan nga romanet tjera më të zakonshëm, po themi që se ky hyn tek ato që quhen kryevepra, letërsisë moderne, ose klasikët modern, domethënë dhe është një tuf me libra që janë aty, po që qëndrojnë më lart se sa ato bestsellerat e zakonshëm që harrohen mbas. Në ky libër do të lexohet edhe 30 vjet pas nesh edhe 100 vjet ndoshta më vonë, dikush do ta marrë. Pastaj vajza që ti le ose këto janë nga ne gënjena, ku do të shfaqë, janë kështu. Ato mund të mos jenë më vërtet për tu lexuar mbasi faktuar, po domethënë është ajo forca që ai ka dhënë edhe se sa e ka thurë gjithë këtë histori me këto elementet, me shumë kujdes. Çfarë mendojnë për stilin? Se stili ishte, se ne po diskutonim pak para se të fillonin, që kush mendon po që dhe kjo ka ndodhur në të gjitha, edhe ata që kanë lexuar në anglisht, që ne vjen. Është stili Saramagos Po. Janë ankuar që ç'është kjo ku janë thonjzat mbas çdo dialogu, vija ndarse, këto gjëra të tjera që seriozisht unë mendova këtë. Tash mos e ka fajin botimi. mos e ka marrë kështu, ka bërë ato fshin gjithë ato elemente. Po nëse ai mos personazhet pa emra, pa identitet, do thotë që është në të njëjtën linjë. Nuk e di si ka libra të tjerë, po nëse ai ka ndjek këtë linjë. Ky është stili i tij. Jo gjithmonë. Jo domosdoshmërisht që të bëj këtë. Pa dialog. Ai thyen ca rregulla gramatikore, domethënë atje dhe i thyen siç mund t'i thyej dikush që e njeh gramatikën më mirë nga të gjithë. Domethënë ai e lejon vetes këtë, është si ai Picasso që e bëj kështu, thot ai, dhe kjo është abstrakte sepse munden. Po ai mund ta bëjë edhe realiste fare. Dhe s'mund ta bësh abstrakte po s'bëre dot të thjeshtën. Dhe ti kupton se ky nuk është një ignorant që edhe pse fjala vjen Garcia Marquez në një nga intervistat thotë që mos kisha redaktore unë. Do kishit parë çuditëra. Kur e thotë Garcia Marquez këtë, por unë mendoj që ajo e rrit shumë tension, e mban tension, nuk e lë që të bjerë dhe të fut në atë të faqja e shfaq se unë kur hapi libër kësh nga fëmijëria, shkruaj që dialogje, një faqe me dialog i kënë shpejt. Zbresin rresha shpejt, kurse kjo proza e pandarë, ti e hap të, kjo është fillim fund, domethënë është proza pandarë, gjitha se merr më shpejt. Është edhe për shkrimet, pak të gjatë, ato të tajluara, shumë për shkrim i gjatë. Do të thënë, aty ka mesi i librit. Po, vetëm për shkrim shumë me detaje. Shifaqet e para në fakt duken shumë të lodhshme dhe se s'kishte as zhvillim ngjarjesh aty në një, do të thënë rrithë historia shumë ngadalë, pastaj filloi tensioni të rritej dhe po ndryshonte, por se dita që ishte bazë edhe përkthimit, faj përkthimit, unë shifja edhe kohë folësh, ndonjëherë gabim aty ose nga pikpamja gjysore nuk më tuk gjithmonë në rregull, domethënë. Dhe nuk ishte një roman që e shijoje shumë kur e lexoje, historia ishte interesante, domethënë, por që stili nuk më ngjitet aq. Ndoshta mund të jetë edhe një formë që të bëj një mini, ata lexuesin ta bëjnë mini personazh, duke e bërë kështu të konfuzor të rëmuar. Po.
Mund tjetë. Unë mendoj ndryshe, në kuptimin që kjo ngjarje, domethënë, kjo ka një grep shumë të fortë në fillim. Që në fillim fare, dikush që është në makinë, se si jeni të gjithë duke prit semaforin, domethënë kjo gjëra shkojnë kështu. Dhe kjo quhet hook në zakonisht të merr të rrëmben me një gjë, madje ka filma që një ngjarje që ndodh nga fundi e vjen fillim, pastaj thon 6 muaj më parë. Me ai tipo për të gretin që do vi, domethënë ai e fillon me një gjë shumë të fortë, dramatike, siç është ajo, dhe pastaj këta fillojnë ndërbohen të gjithë. Është distopike, është shqetësuese, domethënë si një gjë, po është edhe ngadalë, siç është ngadalë një verbër kur ecën, domethënë me këtë u mbajt për murit u ashtu. Edhe është roman modern, domethënë është karakteristika e romanit modern që ka përcjellë kohën, domethënë fragmentarizon kohën ose këto stili, domethënë me pa pikë, pa presje, janë karakteristika të romanit modern, por që sa i bën për shkak se pa është një aq i kujdesshëm me kohën e foljes, sa të bën të ndjesh sikur e ke kap në gabim, pastaj të kap ai në gabim kur të vjen në një vend thotë rruga që morën shkon drejt qendrës. Morën në të shkuarën edhe shkon drejt qendrës. Pastaj thua, okay, po sepse rruga akoma shkon drejt qendrës. Ndodhi atje, po rruga është akoma atje dhe akoma në rruga thjesht shkon drejt qendrës, se unë do ta kisha shkruar shkonte drejt qendrës. Do kisha gabuar në kohë foljesh, domethënë kurse ai ka një kështu. Në kontekstin logjik është i saktë. Po ai është i saktë, unë isha gabim kur Mua më përfshiu ritmi i tij në fakt. Po mendohet që kjo është një element i qëllimshëm? Po. Mënyra se si kjo është stili i Sarmakos, madje ka edhe një vjeshmëri. Domethënë ky është libri i parë, ka një tjetër që duhet të bëhet. Domethënë verbëria është e parë, këta është e parë. Me të ulëri. Nëse si në anglisht. Edhe ai është me këtë diktaturën që e kam lexuar para shumë kohësh atë. Edhe ai është të pjesa politike dhe diçka e tillë. Çfarë mendoni që është paralajmërimi? Që mund të shkasë shumë lehtë në shoqëri. Pra shumë e ngushtë ajo fillim që në shoqëri të bjerë. Në tërësi, pra shumë e lehtë. Pra duhet kemi kujdes. Ngërmon dhe pak atë. Po nëse shoqëria nuk kapet tek vlera, nëse mund bëhet pjesë njerëzore, bëhet pjesën humane, atëherë fundi është dihet kush është fundi. Sigurt. Mua më bëri çudi dhe një moment kryqësie deri ku absurd kur ata po shkonin në bankë atë merrnin lek, ndërkohë që të gjithë po fërkoheshin, dhe ato lek nuk do i duheshin, sepse me verbrin sistemi do funksiononte i gjithë ndryshe, domethënë. Dhe nxjerrën pa dhe këtë elementin e grykësisë ose absurditetin e njeriu që gjithmonë do të posedojë të ketë sa më shumë, edhe pse në fund ditës nuk do t'i vlejnë për shembull gjithë ato. Që është vërtet në çdo rast, më verbri apo pa verbri? Ne kemi prekur pak në periudhën e pandemisë, domethënë sa filloi pandemia që u izoluam gjithë duke shkuar në markete, duke blerë, duke grumbuar sa më shumë gjëra. Po është dhe këtë tjetra që njeriu pavarësisht se di që do vdes, prapë disa nuk ngopen asnjëherë, domethënë. E din që jeta do ketë fundin e mirë dhe prapë bëjnë çdo gjë për të poseduar sa më shumë materie dhe në fund asgjë s'do marrin në vetë. Totalisht. Më shumë aktuale sot, po sepse edhe shoqëria shqiptare ka qenë ndryshe para themi 2020-s. Edhe tani është ndryshe, edhe ka kaq pak kohë që njerëzit le të themi kanë ndryshuar dhe në raport me të tjerë. Janë dhe këtë mendoj që unë kam ndjerë, besoj edhe ju e keni ndjerë. Si mendon se ka ndryshuar? Po mendoj që po shkon drejt egoizmit. Drejt vetes, sepse janë thyer ca tabu vlera mbase. Çdo sistem ka ato të vetat, po ka pasur disa gjëra që ishin thelbësore, që tek kuptimi i familjes, tek parimet morale, etj, tek
janë spegull këto gjëra. Pra ka njerëz që mund t'i thonë teorikisht, pra ne jemi të mirë, ne jemi shumë mirë, por realisht në praktik pak veprim ka. Po, është më të kemi mirësia Instagram, so domethënë. Gjërat bëhen më shumë për të dukur se sa. Kur ka shkuar ty te bluza e Greminës, edhe të shfaqje po themi e ka vënë aty në Gremin, edhe ti po e sheh dhe të ndan një fije, sepse nuk e di, pak mua më pushtolli edhe ai ritmi edhe ai stili të gjitha dhe shpesh herë e kapa veten duke menduar, okay, nëse unë do isha aty, ose në një situatë ngjashme. Pra, do apo s'do, njeriu mendon e vë veten, domethënë në atë pozicion, po sikur të më ndodhi dhe mua kjo. Ose ti të rrethohesh nga një rrethant, ta gjesh veten në një rrethant të tillë. Okay, çfarë do bëje? Dhe menjëherë gati ti thua, okay, atë gruan e shpëtoi mirësia, edhe mjafton thjesht i mirë dhe të kesh vlerat dhe mos ta humbësh të brendshme njerëzoren, dhe ky është shpëtimi, në fund ky është shpëtimi. Ushqimi i brendshëm i njeriut, ai është shpëtimi dhe nëse e humbim të gjithë këtë, është thjesht verbërika. Në këmbën tjetër që paralajmërimi, unë mendoj se është fakti që nëse shkojmë drejt individualizmit, drejt egoizmit, shumë do përfundoj. Unë mendoj se njeriu është një qenie që nuk është krijuar për të qenë vetëm, dhe vetmia, ne kemi folur herën e kaluar për vetminë, se çfarë i bën vetmia një individi, dhe fakti që ti arrin që të shkosh drejt egoizmit, një ditë të përfundosh vetëm, edhe ajo e vret njeriu. E vret njeriu. Kjo është për mua ajo që mora. Dhe është një shprehje shumë e bukur që thotë që ndihmova dikë që më ngjiteshe në majë dhe rrugëzohesha që vetë isha atje lart. Edhe kjo, unë mendoj ato vajzë, ato duan e mikut, kjo është shpëtoj. Empatia dhe fakti që interesohesh për tjerët. Sigur gjithë ta bëjmë këtë nga pak, do ta ishte më e mirë, mendoj. Do ishte shkëlqyer. Se ajo që po thoni, që unë bashkoj me ju është kjo që domethënë degradimi vjen shumë shpejt kur humbasin ca fije të padukshme, ndaj të cilave ndoshta ne jemi të verbër. Sepse ti shikon çdo ditë edhe të shkruar në ekrane televizorësh edhe kredi, para, interes. Mua më knaq shumë kredi për pushimin. Për mua më duket gjëja më interesante. Unë nuk kam studiuar financë, po kam kaluar atë pjesën e parë të rinisë në Amerikë dhe atje kur s'ke lek nuk bën pushime. Kaq. Ti mund marrësh kredi për një shtëpi, mund marrësh kredi për një mjet që do ta vësh në punë që të fillosh të punosh me këtë të prodhosh para, po ti nuk merr kredi për pina colada në plazh, cilat pastaj do duhet t'i kthesh disa fish. Domethënë, njeriu mund dhe ti thua një sekond, kjo kredi për ose luks, apartamente luksoze, domethënë gjithmonë shiten apartamente luksoze, por luksi është një gjë që rrallë, ose do duhet ishte, prandaj ka emrin luks, se po ashtu ishte gjithçka do ishte luks edhe ajo humbet vetë kuptimin fjala. Po këtu është imponohet një luks, ti shikon edhe njerëzit që blejnë rroba qoftë vërteta, shumë të shtrenjta, gabim i madh, mendoj unë, qoftë falso për të dukur sikur ashtu dhe ato prapë kuptojnë që se s'kombinojnë me përgjegjësinë e personit, domethënë që po bën llaç ndërkohë që ka vesh ato. Që thonë po është nevoja për të dukur, për të shfaqur, për të thënë që unë jam edhe jam i fuqishëm. Prandaj kam këtë makinën e madhe apo këtë, ku diun tani, domethënë sipas kjo nevoja për të afirmuar, për të vlerësuar nga të tjerët që je dikush në këtë botë, sepse ti dukesh si dikush. Po e normalizojnë këtë. Rrjetet sociale po e normalizojnë luksin. Sepse nëse ti shikon 100 influencera që shkojnë për pushime në X vend. Po, bjen në ajo duket normale, më kupton? Jo, nuk bjen te pushim, po duket një gjë. Po s'kam brenda kohë. Ka të tjerë që janë shumë. Bime tregojnë që nëse kalon 10 minuta në rrjetet sociale, niveli yt i mirëqenies bie. Dukshëm sa për të matur, sepse njerëzit ekspozojnë gjithmonë më të mirën, jo domosdoshmërisht reale,
në shumicën e kohës jo reale, por që ty të bën të ndihesh sikur jeta jote Dhe ku është reale është një 2% që realitetit aty, nuk është se është gjithë kohës. po me këtë them jo reale sepse ai e ka konstruktuar atë që të duket ashtu. Unë kam rritë 2 fëmijë në shtëpi në kohën e pandemisë, e kishim bebe dhe kush ka pas fëmijë e di që shtëpia rritet përbys, domethënë zakonisht. Madje ka qenë një video e famshme e një gazetare duket amerikane ose angleze, që është duke bërë këtë që bën ata në atë kohë nga shtëpia, po. Transmetimi online edhe në një moment të visë kamera, diçka këtu dhe shihet që pjesa që s'dukej e dhomës është plot me lodra, domethënë kështu, që ishin realitetet tonë. Kur shikon këto shtëpitë e Instagramit, domethënë ku është dikush duke bërë një vezë, po ajo veza është kështu, Ishin nga këto me vipët flok, me baluke. Ishin nga këto vipët që thoshin nuk ka problem me në shtëpi, mund ta kalosh, po ndërkohë kishin 15 metra katror me pishin. Shumica shkret me ishin në një. Po si mund ta lexoje këtë librin gjatë kohës karantinës, unë mendoj se më shëndetëruar shumë. Kur shkova ta blej librin, ajo shitja e dyqanit tha, "Ua, është libër shumë i bukur." Tha vetëm se unë kam bërë një gabim. Ta lexova gjatë karantinës, ta më futi në depresion më keq. Do unë tromba tash. Ti merret se karantinë. Çe ke opita tash. Ky ka pas shitje shumë të larta gjatë kohës karantinës. Ky një dhe më shumë se ky Mortaja e Camus, pastaj që E nisa unë të zonë nuk e la. e ne Duke menduar që është shkruar vitet 90, në fakt është 95 është paralajmërim për vitet që ne po jetojmë tani. Se është një, do të thënë, diferencë kohore goxha e madhe dhe mendoj që kjo verbëria po ndodh tani në shoqërinë jo vetëm shqiptare, mendoj se kjo është gjë globale, nuk është vetëm në shoqërinë shqiptare. Ndoshta shoqëria shqiptare është më, të themi, fillestare në kësaj gjëre, por është një verbëria e njerëzve ndaj gjërave që vërtet janë të rëndësishme, jo i gjërave sipërfaqësore. Po. Sepse çdo gjë është fokusuar ke fasada ose ke forma, se sa më shumë se sa ke përmbajtja. Kjo është ajo që paralajmëron ndoshta edhe ky libër. të mendoj. Dhe pikërisht lexova një frazë këtu që më pëlqeu shumë. Kur përshkruan atë të asaj vazës me syze të errta që shkonte në hotel e njëra tjetrën dhe gjitha hapat dhe një frazë aty më bëri përshtypje që dua ta lexoj. Thotë, virtyti askush nuk e hedh në poshtë. Has gjithmonë pengesa në rrugën shumë të vështirë të përkryrjes, por mëkati dhe vesi janë aq shumë të llastuar nga fati. Kjo ishte një frazë. Mëkati dhe vesi janë shumë të llastuar nga fati, sepse çdo gjë përshpejtohet kur bëhet fjalë për mëkat ose për ves. Kurse virtyti do shumë më shumë kohë të konsolidohet, të kultivohet, që kjo i mungon ndoshta shoqërisë aktualisht, virtyti. Po, e gjerësh të rruga e mëkatit? Po, e ngushtë është rruga, e ngushtë është rruga. Fola këtë është. Ashtu është totalisht mendoj. Mendoj që se Saramago ka shumë, domethënë në për tekstin që ai ka bërë ka shumë vëzhgime. Dhe unë mendoj që kjo është çfarë i ndan autorët e mëdhenj nga autorët e mirë, edhe më të përgjithshëm, po autorët e mëdhenj njohin atë natyrën njerëzore dhe edhe në gojën e një personazhi, qoftë edhe me një koment të vogël këtu apo aty, ato hedhin ca sentenca që janë shumë të rëndësishme, domethënë po ti hysh pastaj ti ashtu, mund biesh dakord, mund mos biesh dakord, por që janë hapin diskutim me shumë një gjë kot, tash se ka shumë këtu dhe unë nuk e nënvizova këtë libër me thënë drejtën, se ma ka humb goca atë highlighterin e verdhë që përdor zakonisht. Edhe kanë hik shumë gjëra që po mendoja që është 137, shumë thonë kështu, po është vështirë. Po për shkak për vajzën që përmendë, për vajzën me syze të errta, ka diku kur ata dalin nga çmendina, që thotë edhe bëjnë itinerarin se si të shkojnë, edhe kush është shtëpia e parë, shtëpia e dytë, shtëpia e tretë, që ata ecin një rrugë dhe t'i lënë rrugës me radhë siç kanë shtëpi. Dhe thotë dhe si prej shkojnë në shtëpi, thotë se nuk di në zgjendje do gjejmë nënën dhe babin. Edhe ky autori shkruan sepse ne paraqyjojmë të ndonjëherë ata që i konsiderojmë
imoral, sepse kjo ishte një prostitut. Po ata mund të shfaqin Dëmshuri. po kishte kundër prova, domethënë që ajo po mendonte për mamin, për babin, po. Që kishte te njeriu, pavarësisht se ne mund ta veshim, themi kjo është një prostitut, edhe aty ti e zhbën atë si person, edhe ai nuk e quajti prostituta, mund ta kishte quajtur prostituta, ai gjithmonë e quajnë vajza me syze të errta, që ka një njeri brenda atij njeriu që shohim të gjithë, që është tjetër, po këtu bëri përshtypje kjo. Te faqja 237 ka një fjali që e thot, duke pritur do të lindë një herë dita. Shumë të verbër ishin shtrirë për tokë të raskapitur, të tjerët edhe më të dobët e kishin lëshuar krejt veten. Disave u kishin rënë të fikën, ndërsa ndoshta freskia e natës do t'i sillte në vete, por mund të jemi të sigurt se në çastin kur do të ngrihej kampi, disa nga ata fatkeq nuk do të çoheshin. Ata kishin qëndruar deri këtu, si brapuesi i maratonës që u shemb 3 metra para shtyllës së mbërritjes. Dhe pastaj thot, përfundimisht është e qartë se të gjitha jetët mbarojnë para kohë. Edhe kjo më bëri të mendoj, tash unë nuk e di se çka dash thot ai, por përfundimisht është e qartë se të gjitha jetët mbarojnë para kohën. Që dikush mund të dhesi 93 vjeç, po edhe ai hyn te kjo. Domethënë, nuk e di çfarë mendojnë që ka dash thot aty që asnjë jetë nuk është e jetuar plotësisht, se mund të jetë çështë e koha, mund mos jetë, mund të jetë, nuk e di. Mbase ka dashur të thotë që edhe pse ekzistojnë, do të thotë që jetojnë. Njeriu mund të ndodhi diçka në një moshë të re dhe pastaj nuk jeton, nuk thjesht ekziston. Praktikisht ai është në fund se i vdekur, se çfarë do ketë jeta në atë formë. E ka qenë gjëra që njeriu kur jetoi gjatë gjithë jetës së tij, sado që ti të kesh jetuar dhe të kesh përpjekur që ti bësh çek ato aktivitetet, ato gjëra që ti të arrish, prapë ka pafund eksperienca që ti nuk e ke jetuar akoma. Prandaj asnjëherë nuk duket një kohë gjatë e mjaftueshme as 100 vjet, që është rasti më optimal që mund të ketë njeriu. Prandaj gjithmonë do kemi atë vdekjen e parakohshme, sipas Saramagos, sepse nuk e kemi shfrytzuar në 100% çdo ditë. Ne nuk e kemi jetuar çdo ditë sikur të ishte e fundit. Se realisht sado ta mendojmë ashtu asnjëherë për nesh nuk e bën vërtet që kjo është e dita ime e fundit, do jam e lumtur me çdo gjë që kam arritur sot. Kështu pra merrte nuk mjafton një jetë për të ditur. Në atë moment, merrte kjo, nuk mjafton një jetë për të ditur. Ti asnjëherë nuk i ke mësuar të gjitha, nuk i ke përjetuar të gjitha. Kjo është, pra nuk mjafton një jetë për të ditur gjë. Që do thotë që ka më shumë se sa një jetë njeriu mund të përmbajë, bota është më shumë se aq. Për të thënë edhe për një moment asaj të vesit edhe të mëkatit, një nga stoikët Musonius Rufus ka një shprehje që thotë mëkati është i shpejt, po e lë njollën gjatë. Njollën e turpit e lë gjatë. Sepse është një gjë që mund të ndodhi në fragment sekonde, apo në pak minuta, apo të nëse çfarë, një vjedhje, një gjë, një çfarëdo që të jetë, po njolla e turpit mbetet gjatë e këtij mëkati, edhe nuk lahet kollaj. Dhe kundërta ndodh me virtytin. Që të bësh gjën e duhur, gjën e drejtë. Për shembull, po marrim shembull banal, që të dalë të bëj një ecje se kam thënë që do dalë do ecë se dua të ul barkun, sheqerin në gjak apo ku se çfarë. Dhe ti shkon dhe ecën një 10 minutësh aty. Edhe, okay, ndoshta ulet diçka të shërbeu, nuk është se u shërove, iku diabeti, iku djamni apo jo. Po fakti që dole, që e ushtrove virtytin, përveç se të bëri mirë për ato pak 10 minuta, bën mirë edhe në ndërgjegjen tënde që hey, unë mund të dal nga shtëpia. Unë mund të çohem të vesh atletet edhe të eci. Ta bëj këtë gjë. Apo të çohem të ecim punë se mua më ndodh që unë dal punë natën gjithmonë, se është herët. Edhe ndodh që gjithë shiu në Tiranë bie midis orës 6:03 për dalë unë edhe 6:30. Domethënë shkundet, kështu. Pastaj pushon, sa arrin në fund pushon. Edhe është ftohtë, është shi, është e kupton, është errësirë, është ku diun tash, edhe ti do dalësh vetëm me çadër, ti kesh punë. Nuk të përkraj njëri, domethënë në atë të edhe sot. Ço, bëj.
Se di ashtu, po e bën. Dhe ti mësohesh që unë mund ta bëj këtë gjë. Unë mund ta bëj edhe 10 vjet rresht, domethënë ajo të forcon, ajo pavarësisht që mund mos jetë akti i një herës ose një herë të vetme, por që është ajo që ti u çove, që e kreva atë ushtrimin, e bëre këtë gjë, e mbajt atë, që e ndërton pak nga pak. Ka ditur. Po, virtyti ka nevojë për një konsistencë më saktë të pesë. Eksakt. Sepse në qoftë se po marr tani një njeri që ka një virtyt për shembull është i duruar. Natyrisht ka dhe momente që ka jo durim, me kupton, por Që pam të shtunë. për shembull secili nga ne ka për dikë që është i duruar, një koleg pune nuk e di dhe ka atë virtytin që është i duruar gjithmonë dhe shfaq gjithmonë. Ka momente që dhe humb, po shumë të rralla ndoshta, por është një gjë konsistente. Kështu që virtyti pa konsistencë mendoj nuk ka më Edhe për ti që është edhe për ti që është i ngutur ose gjatë nxehtë. Për shembull, kur ti vetë përmbahesh në një rast, ajo ndërton. E bën pak më kollaj herën tjetër. Edhe gradualisht ti arrin që ta shmangësh atë fjalën që e hedh ashtu edhe pse më do të më mbrapsht pastaj edhe. Domethënë virtyti është i vështirë, ecë shumë ngadalë. Si ishte ajo shpejt, mund ta lexosh edhe një herë? Po. Do ta lexoj në mënyrën time tani. Jo, do të heq një sepse mënyra se është përfrazuar mendoj. Virtyti has gjithmonë pengesa në rrugën shumë të vështirë të përkryerjes. Por mëkati dhe vesi janë aq të llastuar nga fati. Të thot, pastaj domethënë që dyert u hapën vet. Aq shpejt ecën mëkati, sa dyert u hapën vet po. Mos kisha nevojë të haste në pengesa. Por ndoshta duhet të bëj një preferencim tjetër. Ja, është mirë. Por është më bëri përshtypje si frazë dhe biles edhe pse isha për gjumë kur lexova tash dal deri këtu. Ka ndonjë nga ju ndonjë gjë që do të lexoj apo në gjë që kanë vizuar mbase apo jo? Ua ma morën. Më kanë vizuar përgatit që ditën për këtë për ta lexuar. Jo, më pëlqeu shumë të mua, realisht. Shumë ajo pasazh është e vërtetë. Okej. Nëse s'ka ndonjë pjesë për të lexuar, një pyetje të fundit. Nëse do verboheshim. Sigur ta bënim të ushtrim. Si mendoni që do? Ndoshta nuk keni nevojë ta ndani, po nëse do ndodhte, se pandemia ishte një fërkim, po e quajsh me fat. Me fatin. Një lloj verbim. Po se është kjo mbyllja, karantinimi, 2 metra, 3 metra Nëse do larg. verbosh shoqëri apo si? Nëse do verboheshim, po si shoqëri. Si shoqëri. Pa vinim. Shpirtore. Si kjo e ti? Ti prap nuk do shikosh në vend. Në fakt, kur lexon këtë libër, gjëja e parë që të shkon mendje, të shkon ka ajo që nëse unë do gjendesha në këto kushte, që do verbohesh ashtu siç verbuar ai kur ke dhënë makinës. Ajo më shkoi direkt në mendje mua, në fakt. Tash se si do verbohesh. Unë ka pasur rastin të takoj disa persona verbër që njëra kishte lindur e verbër dhe tjetri kishte verbuar se kishte pas një tumor në tru. Dhe të dy palët ishin shumë interesant. Domethënë ato të themi mënyra se si jetuan jetën si të verbër dhe ajo që kishte lindur e verbër dëgjonte shumë, dëgjonte BBC-n shumë. Jashtëzakonisht shumë, ishte shumë e informuar, domethënë sensi i dëgjimit i kishte vyer për të marrë dituri pafund. Kurse ai që pastaj ndodhi mbrapa verbëria, domethënë u has në shumë pengesa, kuptohet, mori një qen, jetonte vetëm, gatuante vetë, njëra tjetrën, po shumë interesante të shikosh një person të verbër në vërtet. Ishte i mirë në bërjen e këtyre kartoni animati, domethënë animacionit, dhe kishte bërë kompjuterin e vet, si thua, përshtatën për një të verbër. Dhe softët që flasin. Domethënë, mendoj që nuk e di për veten time se çfarë do mendoja se kur bëj. Domethënë e para gjë që mendon se si do ta dal në gjërat e përditshme, domethënë si do kujdesen për veten ose
ajo hapat e para që ti duhet prekësh çdo gjë kur je i verbër. Por është shumë mendoj që të bën të reflektosh shumë për veten tënde. Në kuptimin që çfarë do bëjmë nëse do jem e verbër fizikisht. Mendoj që aktivizon shumë gjëra të tjera brenda nesh, verbëria fizike. Mendoj Ka të verbër për shkakun që orientohen, nuk e di keni dëgjuar një herë për clicking. Bëj kështu, siç po bëj unë, dhe arrin të perceptojnë dhomën, se është një shqis që në mungesë të parit. Shpesimi shisa. Po, edhe ata arrin të lëvizin relativisht mirë, sepse dallojnë volumin e hapësirës, kuptojnë deri ku mund të jenë muret, pak a shumë do të krijojnë një si lagurisht të natës, që nuk shohin, por që me ultrasound, me ultratinguj perceptojnë botën, domethënë. Se dhe kjo është një gjë tjetër që natyra është aq e mrekullueshme, që vjen mënyra se si ne vlerësojmë se çfarë është inteligjente, qoftë edhe një kafshë, themi që ky qeni numëron deri në 4. Sa inteligjent që është. Ndërkohë që qeni ka një lloj inteligjence krejt ndryshe nga njeriu. Një qeni mund të hasi një gjë 1 kilometër larg apo të di se ku është ajo, apo ato këta peshqit e balenat që e din ta qarkojnë rruzullin e shkojnë pikërisht atje ku janë shumuar të parat e tyre dhe kanë një busull magnetike të shkëlqyer, domethënë, që njeriu është komplet i humbur në këtë, është jo inteligjent. Në gjitha këto dhe ne vlerësojmë inteligjente vetëm sipas kutit ton, se çfarë mund të jetë inteligjent, ndërkohë që natyra jep shembuj të tjerë pafund të llojeve të tjera të inteligjencës. Dhe në fund doja t'ju sfidoja me këtë mendim që mes të tjerave kjo humbja e shikimit edhe rënja pothuajse menjëhershme, degradimi i gjithë pushteteve, gjithë strukturave jetësore që ne kemi, qytetrimit në vetvete, që ai përdor fjalën qytetrim atje, mund na bëjë mendojmë edhe për sa pak vlerësim kemi për gjërat që i marrin mirëqenia. Siç the, prandaj thash, sikur të verboheshim tani, si do gjenim rrugën për shtëpinë tonë. Ëh, ku do përplaseshim, me siguri gjithandej do përplasim. Po dua të them që ne nuk themi faleminderit Zot që unë shoh, apo që eci, apo që mund të punoj, domethënë këto janë gjëra thjeshta bazike, po për shkak se janë ndoshta merren kështu si të mirëqenia. Ta shikosh një herë botën me atë, se e thash fillim që unë çohem edhe e kisha kështu me përvuajtje kërkim për simpati, domethënë që unë iki në përshinë për errësinë për atë. Po unë mundem ta bëj këtë gjë. Unë mundohem të mendoj për njeriu që do donte dilte në mëngjes, po s'mundet. Se ka zënë shtratin, se është ulok, ka pamundësi fizike, ndoshta është i verbër, ndoshta ku diun se çfarë. Ai do donte dilte të punonte çdo ditë, ku ta gjente, mendoj dikujt që është në karrige me rrotat i thuash që por nesër do ecë, ku do fillosh punë. Në mëngjes do çohesh dhe ikësh punë. Ai thotë po patjetër. Sigurisht do të çohem. Unë vetëm të përdor edhe një herë këmbë të ecit, ne kemi këto gjërat edhe prap punë. Prap do të çohem prapa. Gëzimi të ngriturit në mëngjes edhe të qenit njerëj, cia për të qenë njerëj, për ta treguar këtë në gjithë mënyrat e mundshme si mund ta tregojmë. Ka dikush një fjalë të fundit? Është një shprehje në anglisht që thotë how many people would you impress if the whole world was blind? Thënë sa veta do impresionoj, nëse gjithë bota do ishte e verbër. Këto më ishte mendimi i parë që më erdhi kur pash këtë. Kurse mua më kujtua një moment me Timbir, ai është thuajse 9 vjeç. Edhe kemi një rutinë tonë të darkës ku lexojmë para se ai të flejë, mund të lexojë diçka dhe pastaj themi një lutje tonën edhe falenderoj Zot për gjithë mirat e sot. Ideja e bëjmë në mënyrën tonë. Dhe ndonjëherë na merr ajo rutina e ditës, ajo lodhja, ai padurimi që të flej ky tani se unë kam diçka për të bërë edhe gjitha këto pra kur njeriu bëhet krejt materiale dhe pragmatist edhe zvoglohet në atë njerëzore në vet. Dhe ishte në një nga këto netet që unë duke pasur mendjen e gjëra të tjera që realisht ishin shumë të vogla krahasuar me këtë njerëzore dhe me rutinën cilën ai ishte mësuar. Dhe një natë unë harrova ta bëja me këtë. Domethënë bëm leximin gjitha dhe thjesht i thash natën e mirë dhe harrova të bënim atë lutjen dhe falënderimin. Dhe ai ishte shumë i çuditur dhe tha,
mami e mirë, çfarë ka ndodhur? Ne harruam të falenderojmë për ditën e sotme. Po. Dhe nga një anë më trishtoi kjo gjëja, që unë e harrova dhe ai u mërzit edhe si munda unë domethënë ta bëja. Dhe nga ana tjetër, Ti as shumë vështirë se. nga ana tjetër ishte e bukur që ai e kishte marrë, e kishte bërë pjesë tjetër. Sepse unë mendoja që ishte gati e detyruar në thonjza nga unë ndaj tij dhe ai kishte bërë si rutinë. Jo, ai kishte bërë pjesë tjetër. Ne ndonjëherë harrojmë. Pra ishte për të thënë këtë që ne harrojmë themi faleminderit për çka kemi. Harrojmë jemi mirënjohur. Me që i marrim të mirëqena, edhe rasti që unë ka të ndisë në atë formë tek ai grupi të fortë dhe pra për një kafshat ushqim, na tregon se sa e rëndësishme është ushqimi që kemi dhe sa mirënjohës bëhet jemi. Imagjinoni pak se kur mos e kemi një ditë, ose që edhe një vakt, si bëhemi, kam gjithë ditën pa hëngër sot, ose kam fushim për këtë, kështu, si ka të ndisemi. Unë mendoj nga ky libër kam mësuar që duhet të kemi empatinë shumë të zhvilluar, sepse ndryshe është kur i shohim të tjerë duke vuajtur, dhe ndryshe është kur e provojmë në lëkurën tonë të një situatë. Dhe së dyti të jemi shumë mirënjohës, falënderues. Sepse duket sikur kemi pak, por në të vërtetë mund të kemi mjaftueshëm për të bërë një jetë të mirë. Thot një nga këto memet që dalin her pas here, thot qofse ti ke një punë të mirë, 2 fëmijë apo 3 apo 5, si pa, që janë të ushqyer dhe kanë një stre, ke fitu lutarinë e jetës. Po ta përballesh me vuajtjet e shumë familjeve në zona konflikti me nga dush, nga lidhja e mesme në Ukrainë, në Gaza, në ato, vendosh atë realitet edhe ose të vish qahesh për trafikun e astirit, domethënë është jo thjesht i vë gjërat në një perspektivë tjetër që po shiko, ka vend për përmirësime pafund, po ka edhe shumë vend për mirënjohje, për të qenë E kjo na ndihmon që të jemi të lumtur, të bëjmë jetë të lumtur, të mos krahasohemi me ato jetët false që shohim në rrjetet sociale. Se në fund fare kur bën verë për të gjithë, humbi aty pas edhe ky status, edhe ky atashimi mbas gjërave. Se ai thotë për shkakun që njerëzit nuk e gjenin më shtëpinë e vet. Se u kishte ndodhur atë dhe ishte shumë vështirë që të gjejë tash pallatin ku je ti, katin ku je ti, kur ti e ke një hartë të qytetit në mendje, po s'di ku je tani dhe rrugën për atje ku do të shkosh. Bie gjithë kjo, se ne kështu e veshim edhe raportet mes njerëzve janë që unë kam këtë pushtet, edhe ushtroj ndaj teje përballë ose tërthorasi, ti ke atë pushtet, ai tjetri ka atë pushtet dhe ne jemi për njeriu kush je. Pra është i pyetje shumë e vështirë, kush je? Edhe i thua që jam Blendi Salaj, prapë s'ka kuptim, në vetë se mund të kisha një emër tjetër, apo thua që jam gazetar, apo shkrimtar, apo ku di unë, po kush je? Edhe për te asaj, doktoresha, apo ku di unë, gruaja e mjekut, kush je si njeri, nuk është pyetje e lehtë. Çfarë bëjmë? Jo, nuk ta bëjmë. Por prandaj është e vështirë. Nuk ekzistoi një kurrikulum i vërtetë. Se ne themi që me çfarë merresh, zakonisht që bëjmë bishta sa ose flasim për motin. Po shiko, edhe nëse nuk ta bëjmë si pyetje, unë mendoj në një pikë tjetër stati ti vetë do ja bësh vetes. Edhe herët ose vonë, nëse sa ke për të bësh këtë. Jo, domethënë, edhe nuk e bëj. Jo, e bën. Ka që nuk e bën kur. Ka që se bëjmë kur. Po është për të mosheruar. Ja lindur të verë. Ka që se bën. Ja, vetë tjetër ai. Ja, goxha. Po që i vepër mjaftueshëm mos pyet veten se kush je. Ashtu është. Është një libër, kush jam unë, dhe nëse po sa shumë. Po. Është shumë libër bukur. Se mund t'ja bësh, po se arrin do ta gjesh përgjigjen e tij. Si bukur, ai libri është që shkurtimisht me filozofët kryesorë dhe filozofi. I have it off. Tani Me filozofët. për herës tjetër mirë mbyllim këtu sa magon, ndjen mirë që e lexuam bashkë.